Kushtet e drejta të tregut për konkurrueshmërinë ishte tema një leksioni të hapur i zhvilluar me studentë dhe pedagog të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës nga Dr. Hendrik Boshamer, përfaqësuesi i organizatës ndërkombëtare për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik. Në referimin e tij ai u ndal veçanërisht në çështjet e integritetit ekonomik dhe luftës kundër korrupsionit, duke theksuar se në disa vende politikat ekonomike nuk janë efektive për të garantuar një treg të drejtë dhe konkurrues. One of the projects that we focus on in Europe. Një nga projektet ku fokusohemi në Evropën juglindore është integriteti ose lufta kundër korrupsionit. Kjo është vërtet thelbësore, sepse në një vend ku nuk ka standarde të mira integriteti, ekonomia është më pak efektive. Burimet shpërndahen në vende ku nuk duhet. Ka kapje politike. Politikat që formulohen nuk janë aq efektive sa duhet. Dhe shumë para shkojnë në xhepat e pakicës dhe jo në xhepat e shumicës. Drejtues të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës shprehen se leksione të tilla janë të një rëndësie të veçantë për studentët, ekonomistët e ardhshëm, pasi u japin mundësinë të njihen me praktikat më të mira ndërkombëtare. Është një leksion shumë i vlefshëm për studentët, duke patur parasysh që në kushtet e sotme, kur situata gjeopolitike është në ndryshim, ndërhyrja e inteligjencës artificiale është shumë e shpejtë dhe kërkon që jo vetëm studentët, por edhe komuniteti i biznesit dhe njëkohësisht edhe politik bërësi të jenë përgatitur për ta përdorur këtë inteligjencë artificiale dhe për të vepruar në këtë mjedis shumë dinamik dhe të ndryshueshëm në mënyrë etike dhe në mënyrë të ndershme. Projekti Kushtet e drejta të tregut për konkurrueshmërinë i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik aktualisht zbatohet në 4 vende pilot: Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Kroaci dhe Serbi.